Ne jemi të sfiduar sot me adoleshentë të tillë, të cilët realisht e kanë humb në farë forme, me thonë drejtimin e tyre, drejtimin e dur, familja nuk është që ndikon shumë mbi ta. Rastet janë të veçanta në vetë esencën e tyre, por zakonisht janë raste të cilat fillojnë si rezultati keq kuptimeve, i fjalosjeve, i dhunës psikologjike apo i bullizmit që fëmijët ushtrojnë njëri mbi tjetrin. Zakonisht i fillojnë në rrjete sociale e më pastaj i përfundojnë ato në ambiente përreth shkollës. Ne jemi të sfiduar sot me adoleshentë të tillë, të cilët realisht e kanë humb në farë forme, me thonë drejtimin e tyre, drejtimin e dur, familja nuk është që ndikon shumë mbi ta në kuptimin e mirë socializimit dhe edukimit të tyre. Për brenda shkollave tona do duhej që të kishim një rol më proaktiv të psikologëve, do duhet që të kishim edhe sociolog që do të merreshin direkt me ta, me vetë qasjen e tyre të mendimit si dhe me sjelljen e tyre shoqërore, sa ma shumë punohet me ata fëmijë, sa ma shumë të ofrohemi me ta, aq më të pakta do t'jenë veprimet e tilla dhe aq më pak shoqëria do të sfidohet me fëmijë të cilët kanë orientim të përqafimit të sjelljeve devijante, sepse një fëmijë i cili është devijant, i cili sfidon normat shoqërore përgjithsisht, në të ardhmen mund të bëhet pengesë e shoqërisë, sepse ndoshta veprimet e tij do të bien edhe në domenin e asaj që ndiqen penalisht dhe që janë të dënueshme. Një fakt tjetër që realisht do të ndihmonte tej mase këtë është rritja e numrit të punëtorëve social në qendrat për punë sociale. Në qendrat për punë sociale në nivel Kosove, ne kemi një mbingarkim shumë të madh të punëtorëve social me lëndë dhe ndoshta është e pamundshme që ata të trajtojnë në detaje secilin rast i cili ka ardhur dhe se si ka ardhur. Nëse atyre u largohet numri i lëndëve me cilat janë të mbingarkuar dhe i kalohet të tjerëve të cilët janë të ri apo janë punësuar rishtas në atë institucion, atëherë edhe puna e tyre do të jetë më ndryshe dhe rezultati i tyre do të jetë më i mirë, më i qëndrueshëm, e në këtë farë forme do të na ndihmonte edhe neve. Jo rrallëherë ne në shkolla jemi ballafaqu me raste të tilla dhe jo rrallëherë kanë qenë të vështira që të zgjidhen, por kemi arrit që t'i japim një epilog ngjarjes si të tillë. Ne nuk duhet të qëndrojmë indiferent në raport me këto veprimet e këtyre fëmijëve, por faktori kryesor, hallka e parë dhe më e rëndësishme është familja. Familja është ajo e cila duhet të bëjë më shumë, më tepër, është ajo e cila duhet ta gjejë rrugën se si të mirë rresë, se si të mirë socializoj fëmijët e tyre. Më pastaj edhe gjithë ne jemi të rëndësishëm që jemi të përfshirë në gjithë këtë zinxhir, por sido që t'jetë, pavarësisht kësaj, unë besoj që duhet shtojmë kapacitetet e këtyre individëve në gjitha institucionet dhe t'i trajtojmë denjësisht ata, punëtorët social, psikologët, sociologët, sepse përndryshe shoqëria jonë vuan nga një plagë e cila si e tillë vetëm sa do të zgjerohet, do të jetë më problematike në vitet në vim.